Përshëndetje një herë, ju përshëndes nga Qesarati. Kemi ardhur për në përkujtim të 10 prillit të vitit 1994, kur është bërë masakra e Peshkepis. E kishim paralajmëruar, kishim ftuar për të ardhur në protest. Këtu ka njerëz, por janë pak njerëz, ata që janë protestagjinjtë, protestuesit profesionistë, që janë mësuar të hanë gjellë në protest, ata nuk janë këtu dhe më mirë që s'janë. Ne kemi ardhur pak njerëz, po pak e saktë këtu në Peshkepi, presim dhe të vinë pak më vonë, dhe me qenë se jemi në linjë të drejtë, në lidhje të drejtë për drejtë, duhet ju them që para se sa të vim këtu, ditën e djeshme, unë kam dorëzuar zarfin një kërkesë për i hapjen e dosjes së Peshkepisë në SPAK. Në adresë të drejtuesit të strukturës posaçme antikorrupsion Aldin Duani, unë i kam shkruar në lidhje me deklaratat publike të bërë në medje nga Eugen Beci, ish prokurori krimeve të rënda, i cili ka thënë: 1. Dosja është dëmtuar, janë hequr fletë. E dyta, dosja është marrë nga dora ime në momentin kur unë kisha të dhëna të rëndësishme, djegëse, domethënë që e rëndonin pozitën e Alfred Belerit. Pra, unë kam kërkuar që SPAK në një farë mënyrë, në mënyrë të shkurtër pa e themi, me qenë se jemi këtu në përkujtim të asaj date, unë kam kërkuar që të rihapet e dosje, të shikojnë se ç'lidhje ka Beleri me armët e kapura të Peshkepis që u kapën në Greqi, për të cilat ka bërë dhe burg. Paralel me këtë, ky element kriminal që është bërë sot edhe deputet i Parlamentit Evropian në mënyrë të çuditshme dhe kriminale, i mbështetur dhe nga opozita jonë, nga Berisha, nga Meta dhe të tjerë. Ka arritur të bëhet që si ka mundësi që ai deli lirë, në vend që të ishte të 313, ai të ishte i lirë. Të jetë i lirë sot dhe mbi gjitha eurodeputet. Unë kam thënë në letrën mes të tjerave, të cilat sot i ka shkuar letra zotërisë Dumani. Unë kam thënë që SPAK-u nuk është me i vitit 2021, që e latë lirë Arben Kraja, e latë lirë këtë Belerin. Por është një SPAK tjetër që kanë futur në Torno Sali Berishën, e kanë kaluar, e kanë quar në arrest shtëpie, që kanë futur në Torno dhe kanë quar, e kanë ndëshkuar, e futur brenda Ilir Metën, Erion Veliajn. Unë i kam shkruar përfundimisht, dhe i kam thënë, sinqerisht do më thënë që besejnë shumë veta në Shqipëri, që Beleri për një njeri për një prokuror si Altin Dumani, është një ekuacion i gradës së parë. Prandaj, këte kam kërkuar dje nga Dumani, se sa ka disa të tjerë, që i keni parë me vitet e shkuara, her pas here, duke folur për protesta, duke bërë, duke umbuluar sa firunj, kësul hunj që mbulohen me flamunj, ata për 30 vjetë kanë lënë të lirë Belerin, dhe në qoftë se do shkoni në mendje në atyre që për 30 vjetë lënë të lirë Belerin, a i ka përqenë prap i lirë. Me Belerin do merrem unë, sepse jam ma në Tiranë dhe unë nuk e kam mbaruar punën. Ajo që është bërë në Tiranë ka qenë vetëm aja. Derisa të shkojmë të zhëja janë shumë hapa, do kërkojmë ndihmë edhe ekonomike, do kemi vështirësi të mëdha, por në rrugë s'kemi për ta lënë se nuk kemi si e lënë. Megjithatë dua t'ju them edhe këtë fundit, atë parandjenjen time dhe çfarë dëgjoj, që e kam patur edhe bisedën me Marin Memën që kemi përtokuar më vonë. Domethënë, Alfred Beleri duhet të bëhet shembull dhe do bëhet shembull, dhe kemi thënë dhe ka për të bërë shembull. Ka për të ardhur eurodeputet do përplaset të Parlamenti 313-ës, se ka bërë vrasje, ka bredhur me këtë popull, vrasjen po, është kapur e ka bërë burg në Greqi, ka shpëtuar burgut me procedura, që ka dhunuar simbolet kombëtare dhe ka nxitur urrëtien etnike, ka bërë burg edhe për votën dhe ka nxjerr nga burgu shkën në Parlamentin Evropian. Të gjitha këto kërkojnë këmbgulje, kërkojnë përqendrim dhe nuk kërkojnë t'i lësh pas dore gjërat siç i kanë lënë këta në 30 vjet. Të vim një herë në një vit të fshati i Arsen Gjinit apo i Fatmir Shehut, që humbën jetën, të mos shkel të intervistojnë dhe ushtarët që unë jam duke i marrë njërin pas tjetrit duke intervistuar, nga ata 130 ushtarë që janë terrorizuar, unë jam duke u përpjekur ti marrë pak nga pak, si që mora të në zarë dhe të tjeri që të kemi dëshmi të bollshme që nesër pas nesër, kur të shkoj dosja në SPAK që të hapet, Alfred Beleri të mos ketë asnjë rrugë të dalë i lirë, se nuk duhet të dalë i lirë. Është çudi e madhe që ky njeri ka kryer krimet të tilla që dim të gjithë se është një njohur kriminal, është sot eurodeputet. Prandaj jemi sot këtu. Ata që s'na kanë mbështetur,
kanë dy arsye. E pare punës nuk kanë zemër që të merren me Belerin dhe si njerëz si Beleri, dhe e dyta kanë marrë në lek në 30 vjet, janë paguar, prandaj e kanë fshehur. Janë paguar dhe ata prokurorët që i kanë ngrisur fletët nga dosja, janë paguar dhe këta qerat e vegjël në rrugë që s'vinë sot në proteste, që janë mësuar të bëjnë show dhe jo proteste, janë paguar në mënyrë të indirekte, se këta s'kanë tru të paguar direkt, prandaj kanë mbetur e heshtur, e fshehur ajo. Deri tani. Tani e tutje kam dalë unë, me hall, me punë, ky jam unë, kaq di unë, dhe këtë punë e kam marrë unë përsipër. Ju të tjerit, po ju drejtëgjishtin, që në 30 vjet keni bërë si keni deshur, keni shitur interesin kombëtar, keni shitur gjakun e shqiptarëve të vrarë, dëshmorëve, 30 vjet ju kam lënë të lirë, të bëni si të doni. Tani ka ardhur dita që do merrem unë me këtë punë. Dhe ata gazetarët që thonë nuk arriti ta mbërthej mirë as Rama, imagjinoha opozita që i përkra dhe e përkëdhen, pastaj të tjerit mos më zini në gojë. Me këtë punë do merrem unë, ju i një marrë në 30 vjet, nuk bet asgjë, tani ka ardhur koha dhe me duket se do jetë ky viti fundit që do vim këtu me Belerin të lirë. Vitin tjetër e uroj nga Zoti dhe nga shpirti që vitin tjetër ai të jetë në Burg dhe të vim këtu të këndojmë këngë të tjera. Jo ato që kemi kënduar dhe keni kënduar për 30 vjet. Ju uroj të gjithë të mirat dhe uroj të bëhet realitet.